Nuk do shkoni më te dentisti, kjo recetë i bën në dhëmbët të bardhë si bora. Aloe vera është një bimë mrekullueshme e cila është e njohur për vlerat e saj kuruese. E pasur me veti anti-inflamatore, aloe vera ka efekte të menjëhershme të flokut dhe kundër zbokthit, kundër rënies së tyre dhe po ashtu është mjaft e mirë për shëndetin e lëkurës. Janë të panumërta vlerat e kësaj bime të rrallë, e cila gjithashtu mund të njihet edhe për shëndetin e dhëmbëve. Meqense ka veti anti-inflamatore dhe antibakteriale aloe vera, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Bën të mundur eliminimin e kaviteteve të dhëmbëve dhe ndihmon në zbardhjen e tyre. Por çfarë duhet të bëni nëse doni të përdorni aloe verën? Nga një gjethe aloe vera merret xheli dhe hidhet në një filxhan kafeje. Shtoni në të pak sot buke dhe i përzieni mirë, derisa të formohet një lloj paste. Përdoreni pastën për të larë dhëmbët të paktën një herë në 2-3 ditë, ose edhe në mbrëmje. Mbajeni xhelin në gojë për disa minuta që të veprojë. Shpëlajini gojën plotësisht duke pastruar mirë që të largoni xhelin aloe verës. Nëse doni të ndiqni këtë lloj metode për disa ditë, sa herë të lani dhëmbët do të vëreni zbardhjen e menjëhershme të tyre. Por nëse e kombinoni me sodën e bukës dhe keni dhëmbë të ndjeshëm, nuk duhet ta përdorni më shumë se një herë në javë. Shëndeti ynë oral është i rëndësishëm për mirëqenien tonë të përgjithshme dhe mbajtja e higjienës së mirë orale parandalon shtimin e bakterieve dhe toksinave. Prandaj është jetike të mbani dhëmbët e shëndetshëm, të eliminoni gjithashtu gurët dhe të parandaloni komplikacionet dhe infeksionet e mishrave të dhëmbëve. Për fat të mirë, ekzistojnë në mënyra natyrale dhe efektive për të zgjidhur të gjitha problemet tuaja dentare dhe për ta mbajtur shëndetin tuaj oral në një gjendje më të mirë. Një dentist zbuloi këtë metodë të mahnitshme që kushton pak dhe premton rivendosjen e buzëqesjes së bardhë të ndritshme dhe të shëndetshme. Përbërësit që u duhen në realizimin e kësaj recete janë një lugë gjedhe sot buke ose një filxhan me peroksid hidrogjeni, gargara antiseptike ose një lugë çaji krip, ujë nxehtë, për të pastruar dhëmbët ose fill dentar dhe furça e dhëmbëve. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm në realizimin e kësaj recete, filloni edhe me përgatitjen e saj. Në një filxhan përzieni një lugë çaji sot buke me një gjysmë lugë gjedhe krip. Më pas lagni furçën e dhëmbëve me pak ujë dhe zhytni mirë këtë përzierje. Më pas lani dhëmbët me kujdes për të paktën në 5 minuta. Përzieni gjithashtu gjysmë filxhani peroksid hidrogjeni dhe gjysmë filxhani ujë të ngrohtë dhe shpëlajeni më pas gojën me këtë tretësirë për të paktën 1 minutë. Më pas përshtyeni dhe shpëlajeni gojën me një gjysmë gotë ujë të ftohtë. Përdorni gjithashtu fillin dentar me shumë kujdes për të mos i irrituar mishrat e dhëmbëve dhe fërkoni pllakat midis dhëmbëve. Lëvizni fillin dentar me kujdes nga njëra anë në tjetrën për të shmangur dëmtimin dhe acarimin e mishrave të dhëmbëve. Në fund mund ta shpëlani gojën tuaj edhe me gargar antiseptike. Kjo metodë do të ndihmojë në largimin e problemeve të gurzave të dhëmbëve, do të ndihmojë të keni dhëmbë të bardhë të shëndetshëm dhe do të parandalojë gjithashtu krijimin e gingivitit dhe shëndetit të dobët oral. Tani, ju duhet vetëm të buzëqeshni, por nëse keni mishra të dhëmbëve të ndjeshëm dhe dhëmbë të acaruar, gjithmonë duhet ta përdorni në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar gabimet që mund të bëni në përdorim dhe për të evituar gjithashtu dëmtimin e shëndetit tuaj dentar. Zbardhja e dhëmbëve mund të arrihet fare lehtë nëse ndiqni një rutinë të mirë orale, i pastroni dhëmbët të paktën 2 herë në ditë, i pastroni ato me fill dentar dhe kujdeseni shumë që të mos konsumoni ushqime të cilat ngjyrosin shëndetin tuaj të dhëmbëve. Dhëmbët e bardhë janë diçka për të cilën të gjithë dëshirojmë t'i kemi. Ato ndikojnë në vetëvlerësimin tonë dhe njëkohësisht edhe në zbukurimin e buzëqeshjes, por të gjithë e dimë se ato mund të jenë të vështira për t'u arritur nëse nuk kujdesemi si duhet për shëndetin e dhëmbëve. Ka më shumë pasta të dhëmbëve në treg, por jo të gjitha mund të ndihmojnë të kemi një dhëmbë të shëndetshëm. Ato janë plotë për plot me kimikate dhe vetëm e dëmtojnë smaltin tuaj, si dhe rrisin në riskun e shumë problemeve të ndryshme.
Për fat të mirë, në këtë video do të rendisim përbërësit që ju duhen për një recetë natyrale në kushte shtëpie, e cila do ju ndihmojë që të keni shëndet të mirë të dhëmbëve, për sa kohë nuk nxisni acarimin e dukshëm të tyre. Trajtimi që do ju prezantojmë është i përbërë nga vaji i kokosit, që heq të gjitha bakteriet e dhëmbëve nga goja dhe gjithashtu ndihmon të keni një higienë më të mirë orale dhe një kujdes më të mirë dentar. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë gjysmë filxhani vaj kokosi, 2 deri në 3 lugë sot buke, 2 pako të vogla të pluhurit të stevias, 15 deri në 20 pika vaj mendre ose vaj kanele, 10 pika ekstrakt mire. Udhëzimet për të realizuar këtë recetë janë këto. Fillimisht, lejeni vajin e kokosit të shkrijë ose të zbutet paksa. Pastaj i përzjeni të gjitha përbërësit e tjerë. Pasi të arrihet përzierja homogjene, e çoni atë në një kavanoz të vogël qelçi. E lini të qetësohet plotësisht. Përdorimi i kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Përdorni një lugë të vogël për të vënë një sasi të vogël të përzierjes në furçën e dhëmbëve dhe më pas bëni larjen e dhëmbëve si gjithmonë. Kjo është një metodë alternative që në kushte shtëpie mund të ndihmojë të keni shëndet më të mirë dentar, por duhet të tregoheni të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Mos e përdorni sodën e bukës më shumë se një herë në javë për të evituar gjithashtu edhe acarimet tuaja të dhëmbëve. Dhëmbët janë ato pjesë të trupit të cilat nëse nuk kujdeseni si duhet, mund të fillojnë që të krijojnë probleme edhe me kalimin e viteve dhe të ndikojnë dukshëm në higjienën tuaj orale. Për gjatë gjithë kohës, mund të prishen, të dobësohen, të zverdhen dhe t'i kushtoni gjithashtu edhe një mal me para për t'i rikthyer atyre në gjendjen e mëparshme. Mosha, trashëgimia gjenetike ashtu dhe stili i jetesës mund të bëjnë që të konsumohen më shumë dhëmbë. Gjithashtu pirja e pirjeve me ngjyrë ose duhani mund të bëhet shkak për njollosjen e tyre dhe krijimin e vështirësive në pastrimin e tyre. Për të zbardhur dhëmbët, përveç se një higjiene të mirë orale, duhet të kujdeseni më shumë edhe që të realizoni zbardhjen e tyre në kushte shtëpie. Në këtë video do t'ju tregojmë sipas zbrejt saj disa metoda të thjeshta, të cilat mund t'i shfrytëzoni edhe për të arritur rezultatet që dëshironi për një higienë më të mirë orale dhe më pak ndryshime të ngjyrës së dhëmbëve tuaja. Tregoni kujdes më shumë edhe me ushqimet që konsumoni në vaktet tuaja ditore. Heqja nga dieta e përditshme e ushqimeve që zverdhin dhëmbët tuaj mund të parandalojnë njollosjen e tyre. Ushqime dhe pijet që përmbajnë tanin, si vera dhe çaji, mund të fillojnë të ngjyrosin në dhëmbët tuaj dhe t'i zverdhin ato në pak kohë. Kafeja dhe pijet me kafeinë të terrët dhe lëngjet gjithashtu të njëjta kanë efekte që mund të ngjyrosin higjienën tuaj të dhëmbëve dhe të krijojnë gjithashtu edhe vështirësi në rikuperimin e ngjyrës së tyre. Gjithashtu, ushqimet acidike mund t'i bëjnë dhëmbët tuaj të duken më të verdhë dhe me smal të dobët. Në përgjithësi, dentistët rekomandojnë që të prisni 30 minuta pas ngrënies në mënyrë që të lani përsëri dhëmbët tuaj dhe të siguroni një higjienë më të mirë dentare të tyre, duke i rikthyer kështu edhe ngjyrën e tyre të humbur. Larja me vaj mund të ndihmojë dukshëm në higjienën tuaj të dhëmbëve. Sipas shoqatës amerikane të dentistëve, vaji i ullirit, ai i kokosit dhe vaji i susamit kryejnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e krijimit të njollave në dhëmbët tuaj. Ato mund të bëhen edhe duke shplarë gojen me vaj dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rikuperimin e ngjyrave të humbura. Trajtimi me sodë buke mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë, për sa kohë konsultoheni edhe me dentistin dhe bëni përzgjedhjen e duhur për të evituar ngjyrosjen e dhëmbëve. Soda e bukës mund të ndihmojë në pastrimin tërësor të dhëmbëve tuaja dhe të ndihmojë të rikthejë sipërfaqen e tyre më të shëndetshme. Disa njerëz shqetësohen se soda e bukës është shumë e ashpër dhe mund të shkatërrojë smaltin, por nëse e mbani atë në sasinë e duhur dhe e përdorni si duhet, rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë vërtet fantastike dhe do të ndihmojnë të keni një higjienë më të mirë orale dhe të parandaloni dëmtimin e smaltit. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.